Ministri i Arsimit Mirela Akumbaro zhvilloi një takim këshillues me përfaqësues të Këshillit Kombëtar të Prindërve me synim forcimin e mekanizmave të komunikimit mes institucioneve arsimore dhe prindërve. Gjatë fjalës së saj, ministria theksoi se bashkëpunimi i ngushtë mes këtyre aktorëve është thelbësor për mirëqenien dhe sigurinë e fëmijëve. Sa më shumë ne t'i lidhim këto hallka, aq më mirë mund ta orientojmë fëmijën në rrugën e duhur të edukimit. Nëse këto hallka janë të shkëputura, atje ku familja është e fortë dhe prindrit e luajnë këtë rol dhe e bëjnë vetë komunikimin, janë vetë që shkojnë ke shkolla, fëmia ecën më mirë. Është detyra jonë e para, por këtu ju luan një rol shumë të madh për të gjetur bashkë të tjera rrugë, mënyra se si mund ta ndërtojmë këtë komunikimin dhe gati mendoj edhe se si mundet, siç bëjmë një punë shumë madhe për trajnimin e mësuesve, për çdo kurikull 3, për rishikimin e proceseve, për mirësimin e kushteve për shkolla, çfarë mund të bëjmë më shumë me prindrit? Në nivel rajonal, në nivel shkollash, sigurisht është e pamundur që ministria të shkojë t'i takojë të gjithë, por diku i takon ministria, diku zëvendës ministra, diku drejtoresha, diku drejtori i shkollës, gjithë çështja është të ndërtojmë një komunitet aktorësh të ndërgjegjësuar se sa i rëndësishëm është ky komunikim që fëmijët jenë të rrethuar dhe të flasin në njëjtën gjuhë. Në ditën që mësuesi dhe prindi do flasin në njëjtën gjuhë është dita ku fëmia do jetë vërtet në duart më të sigurta. Nëse një dorë e mban dhe tjetra e lëshon, cila do qoftë kjo, gjithmonë kemi rrezikun që si një vazë delikate thyet, në rastin më të keq bëhet copa, në rastin më të mirë i dëmtohet diçka. Ministri i Arsimit ka marrë pjesë gjithashtu në disa tryeza diskutimi të fokusuara në sigurinë e fëmijëve, mbrojtje nga dhuna online dhe certifikimin e oficerëve të rinj të sigurisë. Në këto takime, ajo ka theksuar vazhdimisht rëndësinë e komuniteteve të ndërgjegjësuara të prindërve si një faktor kyç për parandalimin e incidenteve dhe rasteve të dhunës në mjediset shkollore.